Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar një takim në PUK ku prezantoi kandidatët e koalicionit Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Sipas tij, në fitoren e 11 majit qytetarët shqiptar ndahen nga një e keqe e madhe që i kaploi ata në këto 12 vite, duke bërë që Shqipëria të jetë i vetmi vend në Europë ku të rikthehet një diktaturë e re, tashmë jo një diktaturë e bazuar në ideologjinë marksiste, por një diktaturë e bazuar në drogën, krimin dhe vjedhjen e qytetarëve shqiptar. Me urrejtje për të tjerët dhe me karta bjank për serën e tij. E bën një njeri i cili për cilin nuk ekzistojnë të smurt, nuk ekzistojnë smundjet, që duke vjedh lënë spitalet pa ilaçe, deklaron se ajo që ndodhi në onkologjik është krim kundër njerëzimit dhe që smerr një qindark nga arka e shtetit për t'i dhënë fund atij krimi kundër njerëzimit. Pa aty krimi kundër njerëzimit vazhdon, telefonat u bien të smurve, për 2 muaj nuk keni më ilaçe, edhe 3 muaj s'do keni mjekim, aparaturat janë prishur, dhe ata njëri pas tjetrit mbetën në mshirën e smundjes. Berisha u shpreh se një nga problemet më të mëdha është popullimi i vendit, dhe se pas 11 majit Partia Demokratike do të marrë masa që situata në vend të përmirësohet dhe të larguarit nga vendi të rikthehen. Ju premton pasaportën europiane. Pasaporta europiane e tij është pasaporta më kallpër në botë. Me Edi Ramën nuk shkohet kur në Europë, po. Me Edi Ramën mbi 1.099.000 shqiptar ikën nga Shqipëria dhe morën në Europë pasaportën europiane. Pasaporta europiane e Edi Ramës është si djegë si Tiranës. Është si premtimi për shtetësinë falas. Premtoj shtetësinë falas. A e dini ju që vetë Instituti i Statistikave të tij deklaroi javën e kaluar se shqiptarët shpenzojnë nga xhepi i tyre për kujdesin shtetësor 820 milion euro. Shqiptarët për frym shpenzojnë 410 euro për frym.